Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Zona e Zotëri do të vinë në vazhdim një zë i bukur i jashtëzakonshëm tani që po vjen bashkë si meteor në botën e muzikës. Ajo premton se do t'ja bëj bam edhe bim, le ta shohim, le ta ndjejmë. Zona e Zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Dona! Hajde Dona! Dona, mirë se erdhe. Mirë se jo gjeta. Si e Dona? Mirë, faleminderit. I ka pas thonë Big Mames e di Roma, valla ku ke big edhe ti ko gjani big të kënë. Faleminderit shumë. Dona, sonte na po promovojmë këngën tënde të saten me radhë. Është e dyta. A e dyta? Po. Do më thonë kështu, ke fillu rrugtimin e botën e muzikës? Po. Në cilin zhanër më shumë? Si reperk. A? Rap? Po, rap. Rap, hip-hop? Qashtot, hip-hop rap. Po. Mirë shumë. Kush ta ka bërë këngën? Granit Gashi. Graniti! Miku ynë i talentuar i muzikës. Mos e vërtet kjo. Tekstin? Tekstin Graniti. A, Graniti? Po, krejt. A ke përmirësu të hiq aty kur ka përmirësu? Ja, jo, Graniti. As ju përzive, krejt shkoj kështu, e kishe bërë edhe një klip të jashtëzakonshëm të bukur, që ka realizuar kush, the? Genci? Genci Ahmeti. Genci Ahmeti, bukur shumë. Dhe më ke thonë edhe një diçka tjetër, që s'kam qef shumë me fol. Edhe kjo është edhe një vërtet. Këngëtarët janë këngë shumë, e fjalë pak. Ka disa dhe që flasin nga, po i tralljon ata. Shtu në... E promovojmë? Okej. Je lumtur, je kënaqur me këngën? Po, shumë. Shumë. Edhe ne po të presim me padurim, jo vetëm këtu në sheshin e fjallës e mire këngës e bukur, po në botën e këngës. Dona, s'kena për ty. Që ti fala Fotën tonë ta shumë po e kolli Veç jem të menuam dhe halo Të menuat vi kloti Se unë vet Qysh jam njës Se den kur kështë tjetë po vezoti Fjallë t'jen me t'nita Sot pa ty me ta Lët mushet flita Se qdo stin e njëta Se Se qatë na veç dhe me bo mas mire Se jem konë të te, ku te unë s'ke Qata nuk kanë do kur gjo pa hire Edhe sonte, pa mu keme në jeti Edhe sonte, pa mu keme flejti Edhe sonte Fjallë t'jen me t'nita Sot pa ty me ta Lët mushet flita Se qdo stin e njëta Se kemi kaluar në momente promocionale. Zona e Zotëri, ai do të vi për të promovuar këngën e tij, për ju, për ne, për të gjithë, Amrush Façi. Hajde Amrush, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Si Amrush? Si në ju? A je mirë? Që më shkoj Amrush. Amrush, goxha i rrallë. Amrush se kanë ngatru këtu se dhe një farë kohë më kanë palon me E. Me E. Kurse fillimisht e ke pas me A. Amrush, si do që tjetë, kush ta ka vu këtë emër? Këtë emër e kam prej
kur kam lindun, ka qenë mysafir një hoxh aty. Molla Amrushi. Molla Amrushi. Mandej, për respekt aty hoxhës, familjarët më kanë lënë në mirë. Po bukur. Mirë Amrush. Neve sonte jemi këtu për të promovuar këngën tënde të re. Po ja thu kryesisht muzike popullore. Popullore, po. A s'ke provu në i rap, në i hip-hop, në i diçka? Jo, me balada, po. Me balada. Edhe popullore, shumicën. Po, bukur shumë. Bukur shumë. Kush e ka bërë këngën? Këngën e ka punuar Ramadan Selimi, Doni. Farizaj, tekstin unë. A tekstin e ke shkru vetë? Ke shkru tekste më herët? Po, zakonisht tekstet të këngëve të mija. A zakonisht tekstet i ke shkru? Në karierën tonë, ke shumë këngë? Po. Ke? Janë disa këngë. Ka dhe shumë që janë të këndu në të këngëtarëve tjerë, për shembull thuhet e dikuj tjetër, por ato çka unë i kam bërë tekstet e mia, domethënë vetë. Sa vjet i boni karriera jote Amrush? Amrush, karriera ime është dikun 25-6 vite. 25-6 vite, por me hallka të shkputura. Ndonjëherë rast familjare sa edhe sigurisht. E ke grupin tonë muzikor? Po. Që muzikon gjatë verës, në përdasma, sidomos në për? Po, familjarë. Që shë kemi këtë verë që po vjena, pe presim e gzim edhe verën edhe dasma të dhe? Po, mirë, paqim shëndetin, ja? Veç paqim shëndetin, kjo është shumë e rëndësishme. E ke bërë edhe klip? Po, e kam bërë edhe klip. A je i knaqur, a je i lumtur? Mirë është, mirë, me këngën. Amrush, na kemi me t'i dhonë dorë tërkitjet e botës, më mundu me të suportu në aspektin emocional, kështu. Faleminderit edhe për ftesën, jeni të mrekullueshëm. Të lutem, skenën kemi me talon, ti shkëlqen, a dorë trokasin, kjo është. Faleminderit. Amrush Fashi, skena për ti. Faleminderit. Në momente promocionale.
Ai do të vinë sonte për t'ja thënë këngës ti të bukur dhe për ta promovuar këtu në spektaklin tuaj në Odeon. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Fatos Ahmeti! Hajde, Fatos! Mirë se edhe, Fatos? Mirë se Zeta. Si e? Po mirë. Si ja kalon? Mirë, faleminderit. Me rënjë për nga je, Fatos? Drenicak. Drenicak. Drenica l'investrima. Bukur shumë. Po fix Drenicak tashi, a keni nej farmesi, apo se tashi Drenasi thet, na jena Drenica, Skënderaj, na jena Drenica, a keni lënë si në mes dikun, apo? Si në mes. A si në mes? Po bukur shumë. Ka vite që këndon? Që 16 vite. 16 vite. Fillim kam fillu si muzikant, mandej kam dalë në këndjem. Farë në sind? Po. Zakonisht sintashat që po themi, kaloj në këngë. Ashtë të vërtet, kjo po ndodhë dhe bilen në vazhdimësi. E po bukur shumë. A ke qenë mirë me sind? Shumë mirë. Një përparësie madhe për ty, sepse kur koqitet sintash nisën edhe këtë rëgjërin, tak, edhe filloj me ritmi 7-8-at. Nuk nollet. 4-4. Mirë shumë. Tash ke bërë një këngë të re. Po. Kush e ka bërë këngën? Tekstin e ka bërë tënë Ramadani, orkestrimin Rahman Kyreziu. Rahman Kyreziu. Po, i madhe javë një Qaili, qëne me ty? Ka mik shumë të mirë, e falenderoj që më përkrau gjithmonë. Nga se ju sugjeroj, tha, të lutëm se kështu, dhe ishte e bukur kjo. Edhe më pëlqeu, sepse po, e bukur është që s'ju ke nda muzikës. Do më thonë, ti ishe aj që e solle nusën këtej? Po. A po, a? Ti ishe që aj forti, a? Që ashtu, po thoi. I dashuri, thuj. E kam fjallën i dashuri. Aj që me shumë dashurisë. E po, bukur shumë. A ke bërë shumë këngë deri me tani? I ke mbledhë në ndoni blena, në ndoni CD-a, kaseta? I kam 3 klipe. Këngën e pare këm bote Ardian Kastrati. Këngën e dytë të Rahman Kyreziu. Këngën e tretë kam të Vedat Lushtaku. A po i provën ka paka? Ton ka pak. A petë frest Ardionit, se shtilu jeni njojt aty në... E po bukur shumë. E promovojmë? Po. Si quhet kënga? Në gurbet po shkoj. Në gurbet po shkoj? Po. Unë thuj veç kam këndu kështu. Veç kam kënu. Unë i për qëllë ndjenat e të tjerëve të jetë mijat. Shife më Fatos, vërtet gurbetin edhe në është bërë plagë që na ka godit shumë se ne kemi vujtë më shumë ti me këtë gjë. Po tani është e bukur që shkojmë e vim kur dojmë, se e kemi shtetin ton, lirin ton, e bukura është që edhe vendosim u këthi kur dojmë, hapim, si e kemi verën si vjetë, mirë? Mirë. Mirë, e po bukur shumë. Atëherë për promovojmë. Okej. Në gurbet po shkoj kënda, po në gurbet më të shka. Jo. Fatos Ahmeti, s'kena për ty. Faleminderit.
Unë thamë ta mbyllim, po vetëm për conte. Jo, prita që po thu ishte kjo e tëra, nuk është e tëra najmë. A ki hale diçka? Po, bre, po. A peta? Po, nuk po muj pa e përmend edhe njëherë suksesin e produktit tim, kremës Miri e Bra Line, aq shumë po më shkruni dhe aq shumë bëni pyetje, kështu që po e shfrytëzoj nga rasti, më ju tregu përmes Odeonit që kremën Miri e Bra Line e gjeni në rrjetet sociale. Në Instagram Miri e Bra Krem, e gjeni edhe numrin e telefonit plus 383 49 809 110 në Viber dhe në WhatsApp. Por, këto ditët e fundit, kemi arrit një marrëveshje për t'ja u mundësua dhe lehtësua plot zonjave dhe zonjushave me një bashkëpunëtorën time në Austri, e cila ka emrin Pranvera dhe ju i gjeni në Instagram të gjitha informatat rreth kontaktit mes nesh si kompani. Gjithsesi, faleminderit Naim, ishte kjo e tëra. Ndroni bukur. Pranvera në Pranverë. E po, ishte kjo e tëra. Ndroni bukur. Kleni mirë, ndroni bukur, zgjoni në paqe. Natën mirë, miru pafshi javës tjetër. Zoti ju ruaj.